Nata e Kadrit dhe sadakaja e fitrit. Dal nga dal po i afrohemi fundit të Ramazanit. Këtij muaji të bekuar e fisnik. Atmosfera shpirtërore e të cilit sjell një ndryshim pozitiv në nivel individual dhe shoqëror. Ramazani që nga dita e parë ofron mundësi të shumta shpërblimi, falje, afrimi tek Allahu. Është muaji që ofertat për të fituar xhenetin i ka të hapura gjatë gjithë kohës. E tashmë, kur po afrohet koha e ndarjes me të, Ramazani ofron shpërblimin më të madh, atë të natës së Kadrit, që konsiderohet shpërblimi jetësor, e mira më e madhe që mund të fitojë një besimtar. Nata e Kadrit. Nata e Kadrit është nata e mirësive, nata në të cilën Allahu e filloi shpalljen e librit të tij, Kuranit. Adhurimi në këtë natë ka blerën e adhurimit të 1000 muajve. Në Kuran, Allahu na flet për këto karakteristika të kësaj nate dhe thot: Ne kemi zbritur Kuranin në natën e Kadrit. E kush mund të ta shpjegoj ty se ç'është nata e Kadrit? Nata e Kadrit është më e mirë se 1000 muaj. Engjëjt dhe shpirti, Xhebraili, me lejen e Zotit të tyre zbresin në këtë natë me të gjitha vendimet. Paqja është ajo deri në lindjen e agimit. Surja Kadr 1:5. Muhamedi alayhis salam ka thënë: Kush falet në natën e Kadrit me besim dhe vetë llogari, do t'i falen mëkatet e mëparshme. Nata e Kadrit quhet me këtë emër për shkak të Kadrit, vlerës dhe pozitës që ka, dhe për shkak se në këtë natë bëhet caktimi vjetor i tërë asaj që do të ndodhë brenda një viti. Duke na folur për këtë të fundit, Allahu thot: Në atë natë të zbritjes së Kuranit, vendoset çdo punë e urtë. Surja Duha 4. Për këtë shkak, angazhimi për këtë natë dhe në këtë natë duhet të jetë i madh, sepse është mundësia më e madhe e jetës tonë. Aisha, radiallahu anha, transmeton ta ketë pyetur Muhamedin alayhis salam se nëse Zoti do ta bekonte për këtë natë, atëherë çfarë lutje të bënte. Pejgamberi alayhis salam i kishte thënë: Thuaj, o Allahu im, ti e falës, e do faljen, andaj më fal mua. Sadakaja e fitrit. Fundi i Ramazanit nuk sjell vetëm shpërblimin shpirtëror. Ramazani është muaji edhe i lëmoshës. Madje për shkak të madhështisë së muajit, lëmosha në Ramazan konsiderohet të jetë më e mira. Muhamedi alayhis salam ka thënë: Lëmosha më e mirë është në Ramazan. Këtu mbase qëndron shpjegimi pse pejgamberi, që gjithmonë ishte bujar në Ramazan, e shtonte bujarinë edhe më shumë. Lëmosha e Ramazanit dallon nga lëmoshat e rëndomta për shkak të normës dhe efektit. Ibn Abbas radiallahu anhu transmeton: Pejgamberi alayhis salam e obligoi zekatin e fitrit si pastrim për agjëruesin nga gabimet eventuale në agjërim dhe si ushqim për të varfrit. Kush e jep para namazit është zekati pranuar, ndërsa kush e jep pas namazit, ajo mbetet lëmoshë e rëndomt. Pra sadakaja e fitrit është obligim. Jepet për të pastruar agjëruesin nga gabimet e mundshme dhe të paqëllimta gjatë agjërimit, dhe jepet për ta gëzuar një të varfër që edhe ai të mos ndihet keq ditën e festës, kur të gjithë kremtojnë përfundimin e muajit të adhurimit. Për ta mbyllur, Ramazani suksesshëm na u dashka të angazhohemi në 2 fusha, shpirtërore dhe shoqërore. Andaj të shfrytëzojmë këto ditë që kanë ngelur në namaz, lexim të Kuranit, lutje, dhënie të lëmoshës, në mënyrë që fundi i Ramazanit të na gjejë të falur dhe shpërblyer nga Allahu.